Ngjarja që ndodhi në shtëpinë e ferma VIP u përjetua si një moment i papritur dhe i mbushur me tension të lartë nga të gjithë banorët. Në pamjet që u shpërndan, atmosfera e zakonshme e fermës u zëvendësua brenda sekondash nga paniku dhe konfuzioni. Banorët u pan duke vrapuar të çorganizuar nëpër ambient, ndërsa zërat e tyre të ngritur dhe thirrjet për ndihmë krijonin një ndjesi ankthi të fortë. Nga audio e videos kuptoi se diçka serioze kishte ndodhur. Disa prej tyre pyesnin të tronditur çfarë ka ndodhur, ndërsa të tjerë, mes fritës dhe nxitimit, përmendnin një krizë epileptike dhe kërkonin ndërhyrje të menjëhershme. Thirrjet për të lajmëruar vik nga stafi tregonin se situata ishte perceptuar si urgjente dhe kërkonte ndihmë të shpejtë. Megjithatë, pamjet nuk jepnin një pasqyrë të plotë të asaj që po ndodhte, duke lënë shumë paqartësi mbi personin apo arsyen konkrete të incidentit. Kjo mungesë qartësie shtoi edhe më shumë ankthin, si për banorët brenda fermës, ashtu edhe për publikun që ndoqi videon në rrjetet sociale. Episodi mbetet një nga momentet më të tensionuara të përjetuara në shtëpi, ku frika dhe reagimi i menjëhershëm i banorëve treguan se sa shpejt mund të ndryshojë dinamika e një ambienti të tillë nga qetësia në kaos. Në mungesë të informacionit të plot, ngjarja mbetet e mbuluar nga pasiguria, duke lënë vend për pritje dhe sqarime të mëtejshme.